Deputetët nuk votonin, nuk merrnin pjesë në votim. Me votuese ndroj procedurën e votimit. Me kone mirë opozita si kështë morë 50%, por në po flasë me juve që keni morë 50%, ju që ju shetë 50% pajtonë, po normal. Janë dhe të meritat tona, por që është edhe një dëshpërim që është një dëshpërim i madh i qytetarëve me atë pjesë që bllokon. Prandaj tek buxheti kemi shumë paqartësi, të cilat sa më shpejt duhet të mblidhet kuvendi i ri, mbas zgjedhjeve, edhe sa më shpejt duhet adresohen gjitha, sepse kemi nevojë të kemi qartësi jo vetëm rreth buxhetit të gjykatës administrative, por edhe të gjykatës komerciale. Shikoni, unë ulem edhe diskutoj me të gjitha gjykatat brenda një kohe rekord. Edhe bazuar edhe në diskutimet me gjykatat, unë e takoj rregullisht edhe KGK-n dhe KPK-n. Ka disa që thonë qysh ministri i drejtësisë e takon KGK-n dhe KPK-n. Natyrisht që i takoj, sepse ka sfera. Jo, ata janë kategori e veçantë buxhetore, diskutojnë direkt me ministrin e financave. Por, ndoshta, unë ka mundësi që ndihmojnë atë drejtim, nëse kërkesat janë të arsyeshme dhe janë të pranueshme. Po çfarë paragu dhe çto se po besëm lart, po ko tani e bëjmë një ditë one to one, sepse kështu s'po kryhet. Du me bëni pret pa. Mos shko larg ti. Meru, domethënë që nëse nuk reagojnë çdo, po du meru debatin. Domethënë po jo që pajtona sepse po ka gabime, po vjen keq. E bëjmë kështu nuk pajtohen asnjë na po ol, mirë po kokën. Po du me bëj disclaimer. Kemi edhe rolet ata gjenë diçka që unë e ti pajtohemi. A ka mujtë keq që kjo veç me hi me një Excel të madhë, mu digitalizu, edhe mos me ju shkel drejtat kosovarve të shmajtën djathë, mos me ju shkel njerëzve drejtat themelore me pritë 10 vjetë për një megje që pohën që ja kalon baba, edhe mu kry kjo punë, po njerëzit i janim në mënyrën më të poshtër të mundshme, edhe veç drejtësi nuk u japim.